sa kemi kuptuar nga mediat me që është faza e hershme e ngjarjeve që kanë ndodhur, dhe normalisht duhet jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në deklarimet dhe tërësia ajo që ne do të elaborojmë ka të bëjë me kuadrin ligjor dhe me pozicionin e praktikës gjyqësore të ndëshkueshmërisë së rasteve të vrasjeve, duke qenë se kemi pa të gjithë që këto raste janë një fenomen në rritje, edhe që nga praktika gjyqësore dalin të jenë edhe aspekti i dënshmërisë jo të mjaftueshme, por edhe te kuadri ligjor edhe në raste të tjera kur kemi pa që të përfshim kanë qenë të miturit. Thatë që këto vrasje janë një fenomen rritje, pse po ndodhin këto ngjarje, avokat? Shikoni, ne nga aspekti praktik me sa kemi pa dhe kemi kuptuar, këto ndikojnë disa rrethana që mund të jenë rrethana familjare, rrethana ekonomike, sociale, edukative, por edhe rrethana të rreth. Këto sqarohen edhe nga teoria si faktorë të brendshëm dhe të jashtëm, dhe që të gjitha së bashku ndikojnë në rritjen e kriminalitetit. Normalisht aspekti familjar, aspekti shkollor dhe i shoqërisë, por normalisht edhe aspekti i preventives, respektivisht parandalimit e kryerjes së këtyre veprave. Kjo normalisht për bindjen tonë të thellë do të duhet të ishte një alarm nga fakti se institucionet përkatëse do duhet të trajtojnë me urgjencë apo me kujdes apo me kompetencë aspekti i arbajtjeve pa leje. Po ashtu, kur kemi të bëjmë me moshat e reja, normalisht do të duhet të trajtohej edhe nga mesia e arsimit futja apo kurrikulat e veçanta të cilat do të ishin obliguese në shkolla, në mënyrë që të sqarohej, shpjegohej për efektet e secilës vepre, posaçërisht për veprës penale të vrasjes, sepse për bindjen tonë nuk ka asnjë vepër më të rëndë se sa krijimi nga jeta, ne kemi parasysh, kemi pa në shumë raste kur kjo ndodh në mosha jashtëzakonisht të reja dhe që pasoja me të vërtetë godet të dy familjet dhe posaçërisht familjen e viktimave. Avokat, a është shumë e lehtë të blehet një armë sot? Përveç pak me relaksu. Ne me sa kemi pa në praktik, sepse nuk kemi pas raste personale, por me sa kemi pa në praktik, ka tregtëzi në të cilën lehtësisht arrihet